Shtetet Europiane po intensifikojnë përgatitjet për një konflikt të mundshëm me Rusinë, duke përfshirë ndërtimin e bunkerëve, rekrutimin e detyrueshëm dhe shpërndarjen e udhëzimeve të mbijetesës. Franca ka artuar një udhëzues emergjencë dhe ka vendosur avion bërthamor pranë Gjermanisë, e cila mund të përfitojë nga mbrojtja bërthamore franceze. Ndërkohë Polonia dhe vendet nordike e baltike po forcojnë mbrojtjen dhe po planifikojnë mobilizime ushtarake. Shtetet baltike kanë nisur ndërtimin e një lije mbrojtëse përgjatë kufirit me Rusinë, me qindra bunker, llogore dhe tangje dhe barriera anti-blinduara si dhëmbët e dërgojit e sisteme raketore. Po ashtu Polonia dhe vendet baltike janë tërhequr nga një traktat që ndalon minat antipersonale, duke përgatitur për një agresion të mundshëm rus. Ndërsa në Norvegji po planifikohet evakuime masive në veri, ndërsa vendi do të presë një stërvitje të madhe të NATO-s vitin e ardhshëm, ku do të përfshihen edhe civilët. Banorët janë udhëzuar të përgatiten për një javë mbijetese të pavarur, ndërsa në Suedi dhe Finland janë shpërndar broshura me udhëzime për raste lufte. Danimarka ka lëshuar një paralajmërim për ruajtjen e rezervave bazë për 3 ditë, ndërsa Suedia dhe Finlanda, të tronditura nga lufta në Ukrainë, i dhanë fund neutralitetit dhe ju bashkuan NATO-s. Nga ana tjetër, Gjermania ka hartuar një plan 1000 faqesh për mbrojtjen e vendit, përfshirë vendosjen e trupave të NATO-s dhe përcaktimin e bunkerëve dhe strahimin e civilëve. Stacione nëntoksore, parkingje dhe ndërtesa shtetërore mund të përdoren për këtë qëllim.